Trego mua çfarë ke se po bëjnë përshtypje 3 apo 4 zarfe të ndryshme. 3. Çfarë janë ato zarfe? Tash do me na kthy neve me na e dhon zarfin ti? Këto janë 2 zarfa nga Pallati Mbretëror i Anglisë. Librat e mi pata dërguar në vitin 2024 Pallati Mbretëror si shenjë. Edhe ata mi kanë dërguar këta 2 zarfa si shenjë falënderimit që ja kam dërguar librat e mi shqip. Pse i dërgove librat në Pallatin Mbretëror? Pre nga ideja, çfarë shkojnë mendje? Ishte një moment natën vonë edhe isha në medime dhe doja që ja dedikoja dikujt librin. Pa prit mas më ra në mend mbretëresha Elizabeta. Por pa prit mas prap më ra në mend që aje ishte ndjerë. Dhe pak u mërzita, por pasaj thash ndoshta ka dhe tjerë, bret ose princa, princesha, edhe i hulumtova në rrjetet sociale, edhe gjeta. Edhe pasaj fillova t'ja kërkoja adresën, edhe gjeta adresën. Pastaj pas një ditë tjetër shkova në post në Vushtre. Edhe shkova për të pyetur nëse është e lejueshme që të dërgoj librat e mi në Pallatin Mbretëror në Angli. Pastaj ata më thanë po. Tjetër det, unë e përgatita librat e mi edhe shkruva një letër anglisht, e prezantova veten time si kush jam. Pastaj në fund e dhash adresën, numrin telefonit, emailën. Edhe pas disa muajsh erdhi postieri në shtëpi dhe më tha që këto janë nga te.